117 vjet më parë, në Kongresin e Manastirit u unifikua alfabeti gjuhës shqipe. Kongresi i Manastirit ishte një kongres kombëtar i cili u mbajt në Manastir më 14 nëntor deri më 22 nëntor të vitit 1908. Sot, pas 117 vitesh, ky kongres njihet dhe do të vazhdojë të njihet si Kongresi i Alfabetit, kongresi që bëri kthes për shqiptarët dhe gjuhën shqipe, kongres nga i cili u formua alfabeti unikal shqiptar. Kongresi i Manastirit mbetet ndër ngjarjet më të rëndësishme për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe krejt diasporën shqiptare, sepse është kongresi që vuri themelet e një gjuhë të standardizuar në konceptin e standardizimit të alfabetit, sepse për gjatë ditëve që u zhvillua ky kongres, nga data 14 deri në 22 nëntor në Manastir, u dol me vendimin, përpos vendimeve të tjera, me një vendim përfundimtar që gjuha shqipe të shkruaj me një alfabet të vetëm me gërma latine. Kështu që në aspektin politik dhe kulturor, kjo datë e rëndësishme dhe ky kongres i rëndësishëm shënonte përveç se aspektit gjuhësor edhe bashkimin e shqiptarëve në një gjuhë të shkruar me një alfabet të vetëm, e cila do të ishte edhe një element bashkimi mes shqiptarëve, sepse pas kësaj ngjarje të rëndësishme, shkenca, kultura, letërsia, gjithë shkrimtaria u mbështet pikërisht mbi këtë alfabetin e Kongresit të Manastirit. Në këtë kongres ishin të pranishëm 50 delegat të ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë, si dhe nga komunitetet shqiptare në vende të ndryshme të botës. Në këtë kongres merrnin pjesë shqiptarë të gjitha komuniteteve fetare, njerëz të ditur, të bashkuar për një qëllim të madh kombëtar. Kongresi vendosi me votë unanime për të lënë më një anë alfabetin e Stambollit dhe të shkruhej gjuha shqipe, vetëm me alfabetin latin me 36 shkronja, alfabet që përdoret edhe në ditët tona. Ruajtja dhe mbrojtja e gjuhës shqipe është një çështje e dinjitetit kombëtar dhe një testament i lënë nga detarët e patriotët që prej Kongresit të Manastirit kur edhe u formua alfabeti që përdorim në ditët tona.